Nuk ka lidhja jo, në qoftë se janë 18 deputet, të gjithë janë për një... Humësit nuk mundesh me thoni ki fajet pse ka fitu ky. Po më nejtë pse ki hup, i ka hup, humësit nuk ka faj humës, është humës. Edhe nuk e kanë numrat. Na jemi të full për numra. Ky ka 53 numra i ka, s'po dënë me bo institucione njeri, s'po dënë. Nuk mendoj ashtu. Nuk po dënë që është, mos mi thonë përgjithësi kur kuj. Unë mendoj që ai për momentin është të prit lidhjen demokratike të Kosovës. Po jo, më që t'i gjej emrat të cilët në bazë të kriterëve për të cilat janë pajtu. Ty që pranon emrat e LDK-s. Unë mendoj që ndëgjo, në qoftë se është dikush që jo të LDK-s, jo. Nuk, po flasim kështu. Dhe me thonë fillimisht kemi pas emra edhe nga lëvizjave të vendosje, edhe nga LDK-ja, jo publik, po brenda takimeve të dy partive. Në fund është thënë që duhet të jetë një person jo partijak. Nuk kanë thënë që jo politik, po jo partijak. Që në atë rast lëvizjave të vendosje është tërheq nga emri i Glau Konjufcës që ka qenë kandidat për president në zgjedhjet e kaluara, pas zgjedhjeve të kaluara. Tani Lidhja Demokratike e Kosovës mas krejt tash kësaj krizës që është shkaktu, është kthy në bazë tek kryesia dhe tek deputetët, 18 deputetët, dhe janë duke diskutu për 2 ose 3 emra të cilët në takimin e ardhshëm do të paraqiten në tavolinë. Në qoftë se është dikush, tash po flasim kështu, në qoftë se është dikush që i plotson të gjitha kriteret dhe nuk e pranon lëvizjave të vendosje, atëherë unë jam i bindur që emrat Lumir Abdixhiku erë në kalume, pra. Sepse nuk i ka pas, beson që si ka pas.